Siç edhe pata premtuar, kam dërguar sot në SPAK kallëzimin penal për nisjen e hetimeve ndaj Edi Ramës në cilësinë e kryeministrit. Emiriana Sakos, kryetare e Bashkisë Durrës, Delina Brahimaj, ministre e Ekonomisë dhe Inovacionit, Ahmet Kastrati, administrator i shoqërisë Porti MBM dhe personave të tjerë. Kallëzimi vjen pas përmbytjes së Durrësit javën e shkuar. Përmbytje e cila nuk u shkaktua nga dora e Zotit siç pretendon Edi Rama, por nga dora e robit, dhe robi ka emër e mbi emër dhe duhet të mbajë përgjegjësi penale. Për ata që nuk janë në dieni të fakteve, hidrovori i vjetër i Durrësit, i pozicionuar në pozicionin optimal për të mundësuar mbledhjen e shpejtë dhe derdhjen e ujrave të shirave, u spostua për të favorizuar shefqet Kastratin dhe portin e tij privat. Hidrovori i ri, i ndërtuar keq dhe me shpërdorim fondesh, nuk e kryen dot atë proces. Si pasojë, qyteti i tërë u sakrifikua, mira familje vuajtën përmbytjen dhe humbjet e bizneseve kanë qenë kolosale. E keqja s'ka mbaruar. Sa kohë nuk ndryshon sërish pozicionimi i hidrovorit, sa herë të ketë shira të fortë, Durrësi do të përmbytet. Ndaj i bëj thirrje SPAK të hetoj këtë masakër sa më parë e të zbardhë gjithë korrupsionin për t'ju dhënë më pas të drejtën familjeve durrësake dhe bizneseve që kërkojmë dëshpërblimin e merituar nga pala që i ka dëmtuar, pra nga Kastrati dhe Rama, si dhe të vihet në punë mekanizmi për rikthimin e hidrovorit aty ku ishte. Dua t'ju them dy fjalë dhe të babëziturve që nuk kursejnë askënd për paratë e tyre. Në fund, kur çdo gjë të mbaroj, 2 metra katror do zotroni si ju, si ata që përmbysni për t'u pasuruar më shumë. Por unë uroj që në këtë jetë, ju të përballeni me drejtësinë dhe dua të besoj që SPAK i ka këllqet dhe kapacitetet për ta bërë këtë. Unë nuk do ndalem me sa kam mundësi, si për këtë rast dhe për të tjera afera si ajo e evazionit fiskal në aeroportin e Rinasit apo masakrat me fondet e rrugëve e të tjerë. Falenderoj shumë qytetarët e përgjegjshëm që më ndihmuan të zbardh këtë aferë dhe ta përpiloj këtë kallëzim. Dhe i bëj thirrje kujdo që dëshiron që të çojë përpara një kauzë të më shkruaj. Me besimin te Zoti dhe te drejtësia do t'ja dalim. Nëse mbështet këtë kallëzim penal, shpërndaje këtë postim në formë firmosjeje. Faleminderit.